Viti 1986 ishte një vit i rëndësishëm për sportin shqiptar. Një vit i mbushur me rekorde, medalje dhe paraqitje të suksesshme në veprimtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare. Siç theksonte sporti popullor në numrat e saj të janarit 1987, ky ishte një vit që nxorri në pah jo vetëm talentin individual, por edhe punën e vazhdueshme, disiplinën dhe nivelin në rritje të sportistëve shqiptar. Në këtë kuadër, anketa tradicionale e gazetës përzgjodhi 10 sportistët që u dalluan mbi të gjithë të tjerët gjatë vitit 1986. Diana Mata, 17 nëntori, mjeshtre e merituar e sportit dhe antare e ekipit kombëtar të pistoletisteve. U rendit e treta në botë në ushtrimin e siluetës 30+30. Në kampionatin botror, zuri vendin e 5 me 587 pikë, ndërsa në kampionatin ballkanik u shpall nën kampione me 583 pikë, 20 vjeçe dhe fituese në anketë për herë të dytë. Perlat Musta, Partizani, mjeshtër sporti dhe portieri i ekipit kombëtar të futbollit, një nga pikat më të forta të përfaqësueses shqiptare. Gjatë vitit 1986 u dallua për nivelin e lartë të lojës në ndeshje kombëtare dhe ndërkombëtare. Në moshën 28 vjeçare, fiton në anketë për herë të tretë. Ajet Toska, Dinamo, mjeshtër i merituar i sportit dhe një nga atletët më të shquar të vendit. Rekordmen në hedhjen e çekiçit me 75 pikë 92 metra. Në kampionatin ballkanik fitoi medaljen e bronzët. Fiton në anketë për herë të tretë. Ela Tase, Dinamo, Mimoza Ibrahimi, Dinamo, 2 volejboliste të ekipit kombëtar, të dalluara për shpirt gare dhe nivel cilësor loje. Kontribuan në vendin e tretë në kampionatin ballkanik. Me Dinamon arritën deri në 4 skuadrat finaliste të Kupës së Kupave të Evropës. Ela Tase fiton në anketë për herë të 6, ndërsa Mimoza Ibrahimi për herë të tretë. Erlin Nikola, Lokomotiva, mjeshtër sporti dhe një nga peshngritësit më të fortë të Shqipërisë. Në vitin 1986 përmirësoi 14 rekorde kombëtare. Ngriti peshën absolute më të lartë në vend, 205.5 kg. 24 vjeç dhe fitues në anketë për herë të parë. Agim Tafili, Vllaznia, mjeshtër i merituar i sportit dhe kapiteni i ekipit kombëtar të ciklizmit. Në turneun e Greqisë ishte ciklisti më i mirë shqiptar. Në Turqi u renditi 6 mes 42 garuesve dhe udhëhoqi ekipin drejt vendit të dytë. Fiton në anketë për herë të 7. Manuela Delilaj, Dajti, mjeshtre sporti dhe antare e ekipit kombëtar të pistoletisteve. E treta në botë në siluetën 30+30. Kampione e Ballkanit me 585 pikë. Në kampionatin botror u rendite 9. 21 vjeçe dhe fituese në anketë për herë të dytë. Mirian Hakani, 17 nëntori, mjeshtër sporti dhe një nga peshngritësit më të dalluar të vitit. Përmirësoi 8 rekorde kombëtare dhe garoi në peshën deri 110 kg. Është peshngritësi i dytë shqiptar që ka ngritur mbi 200 kg. Fiton në anketë për herë të dytë. Alfred Ferko, flamurtari, mesfushori i ekipit kombëtar të futbollit, i njohur për temperamentin e fortë, nivelin teknik dhe inteligjencën në lojë. U dallua në veprimtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare. Fiton në anketë për herë të parë. Ardian Ferajzaj, Partizani, mjeshtër sporti dhe antari i ekipit kombëtar të ciklizmit. Gjatë vitit 1986 fitoi disa gara të rëndësishme. Fitoi rrethin e 42 ciklistik të Shqipërisë. Në turneun e Turqisë, ekipi shqiptar u renditi 6 mes 42 garuesve dhe udhëhoqi ekipin drejt vendit të dytë. Fiton në anketë për herë të parë. Këta ishin 10 sportistët më të mirë të vitit 1986, një brez kampionësh, një vit që mbetet pjesë e historisë së sportit shqiptar.